Një grua është gjendur e masakruar në një dhomë hoteli në qytetin e Pogradecit. Mirela Spahiu, 35 vjeç, nga fshati Dunis në Pogradec, nënë e 2 fëmijëve, është gjetur e vdekur në një hotel në periferi të këtij qyteti në orët e para të ditës së sotme. Sipas informacioneve paraprake, 35 vjeçaria ishte e divorcuar dhe kishte një lidhje intime prej disa vitesh me 60 vjeçarin Halim Hykëllari, baba i 2 fëmijëve të rritur. Gruaja është masakruar me armë të ftohta si çekiç dhe më pas është goditur nga autori, duke i përplasur kokën tek cepi i krevatit të hotelit, ku ata qëndronin, duke i shkaktuar asaj edhe vdekjen e menjëhershme. Mësohet se ngjarja e rëndë ka ndodhur pas një grindjeje, që çifti ka pasur vetëm pak minuta para se Spahiu të ekzekutohej. Trupi i 35 vjeçares është gjendur sot në mëngjes nga pastruesja e hotelit, e cila ka njoftuar më pas edhe policinë e qarkut. Deri tani, sipas informacioneve të para të forcave të policisë së qarkut të Korçës, mendohet se shkak për këtë vrasje ka qenë motivet e xhelozisë.